Ju qa thonin dark, nuk e thonin mjes. Doli dje ky zotria, fakt pyeta dhe ChatGPT-n për ta kuptuar se qa tha se ishe vështirë ta kuptoje. Megjithatë, na ndihmuan djem dhe vajzat punëtor të palodhur gazetar për të kuptuar që ju jeni tërhequr nga bojkoti i Komisionit Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale. Këtë ma shpjeguan edhe miq që ndihmojnë në komunikimin, për pavarësisht se këtë komunikim duhet ta kemi sy më sy me njëri tjetrin, dhe më komunikuan mbrëm që ju jeni tërhequr nga bojkoti. Të paktën këtë haber na keni sjell dje. Shoh sot që jeni tërhequr nga ajo që keni vendosur dje. Të paktën më ndjeni koleg nëse unë e kam kuptuar gabim, këta nuk janë tërhequr nga bojkoti. Dhe u çua madje jeni aq kakofonik sa për një çështje çoheni dy veta. Minimalisht ka një rregull organizativ që të çohet njëri në emër të grupit. Tani jeni shpartalluar se ca ka nik, ca pa qef, ca zvin. Shpartallim është ky. Tani ka mundësi t'ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Zonja dhe zotrinj të Partisë Demokratike, aq sa keni mbetur këtu, ju angazhoheni që të merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e Komisionit të Posaçëm, ta dim. Dhe këtë gjë e keni deri ndark, se deri kur të vi votimi i çështjes 12 të rendit ditës, kur të jetë vendimi. Në rast se na thoni që shiko, ne do të vim në mbledhjen e komisionit. Jo kjo historia që i thash unë kryetarit, po ai bashkëkryetari nuk më la mua se unë kisha, se unë do iki, po serdhi se ishin ca, nuk bëhet do mbledhja e komisionit me 8, sepse 8-a është gjysma e 16-ës. Dhe ju ka lënë Luli pa shkollë, po 8-a e do dhe 1 bëhet 9, që të jetë gjysma, 1 më shumë se gjysma. Kaq. Dhe ne po ju themi, nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Na e thoni këtë deri ndark, se ju jeni në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri ndark që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë, edhe kismet vendosim deri atëherë. Shumë faleminderit ju të medias që na ndihmoni t'i kuptojmë ta, se ne këta drejt për drejtin nuk i kuptojmë dot. Shumë faleminderit.